Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në eventin kushtuar modernizimit të infrastrukturës nëntoksore në zonat urbane, ku në fokus ishte sistemimi kablove ajror dhe strukturave të improvizuara që dëmtojnë pamjen e qyteteve, kalimi gradual drejt infrastrukturës nëntoksore, si dhe roli bashkive në këtë proces. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë cilësoi nismën si një hap të rëndësishëm drejt transformimit urban dhe përmirësimit të standardeve të qyteteve shqiptare. Të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike merimangash. Programi do të adresoj nevojën për të bërë një ndërhyrje edhe atyre nevojave të mbetura të pa adresuara nga segmentet akoma të munguara të rrjetit përgjithshëm të ujësisë së kanalizimit. Do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban, duke nisur nga transporti domosdoshëm dhe faktikisht hallka më e dobët e sistemit tonë të industrisë re të turizmit, që është transporti i periudhës sezonit të pikut, kur bëhet shumë e vështirë për turistët dhe vizitorët që të lëvizin me mjete të vënë në dispozicion nga sektori publik. Janë bërë pak problem, nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në krye detyrës atje. Është shumë e rëndësishme që kjo praktikë të marrë fund të shqetësim, i cili është një shqetësim që më ka ardhur në mënyrë të përsëritur për i drejtës në juglindje të vendit, jo në jugperëndim, në juglindje të vendit, në aksin Tiranë-Korçë. Se nuk flas për ata të ish Partisë Demokratike, se ata mund të rrinë në shtëpi gjithë kohën, se si janë, si s'janë, prapa ata janë. Por flas për të zgjedhurit e Partisë Socialiste në aksin Tiranë-Korçë. Sipas kryeministrit Rama, programi do të adresojë nevojën për një ndërhyrje gjithëpërfshirëse dhe do të japë përgjigje ndaj nevojave të paadresuara. Do të adresohet nevoja për të çuar në nivel tjetër urban dhe interurban, duke nisur nga transporti urban. Hallka më e dobët e sistemit të industrisë së turizmit është transporti i sezonit të pikut, ku bëhet e vështirë për turistët që të lëvizin me mjete të vëna në dispozicion nga sektori publik. Qëllimi sipas Ramës është që të hymë në një fazë që transporti të jetë i gjelbër. Së dyti, për të ndërtuar një sistem të përdorimit dhe administrimit të mjeteve nën administrimin e bashkive, por sipas Ramës do të jetë qeveria së bashku me bashkinë.